Faleminderit. Thatë që nuk ka një projekt, po përse u ngrit ky gardi rrethues në plazhin për cilin flasim dhe përse rrjeti ballkanik i investigimit thotë që ka një kompani zvërnec South Development që ka leje për të ndërtuar në këtë zonë në qoftë se nuk ka projekt, sepse Balkan Insight apo si quhet po gënjen, është shumë e thjeshtë. Nuk ka të bëjë me kush thot çfarë, por kush provon çfarë është krejt ndryshe. Unë nuk jam këtu për të thënë gënjeshtra, por as për të dëgjuar gënjeshtra. Në qoftë se dikush thot që ka një leje ndërtimi, atëherë duhet ta tregoj këtë leje ndërtimi. Përkundrazi, në qoftë se më pyesni dhe në qoftë se jeni të interesuar për faktet, mund t'ju them që ka një proces. Po, ka një kompani, sigurisht që ka një kompani. Ç'do të thotë kjo? Në qoftë se ka një kompani, nuk do të thotë që ka një projekt. Është një kompani, pra ka një shprehje interesi, ka një proces që ka nisur me autoritetet, është një pronë private për ta bërë shumë të qartë. Sepse është kaq shqetësuese kur kalon nëpër të gjithë këta zinxhir të tërë postimesh pas postimesh dhe sheh gjëra që janë kaq të pasakta. Dhe që janë kaq neveritse, dhe në qoftë se nuk do t'isha në këtë pozicion, në qoftë se nuk do t'isha plotësisht i vetëdijshëm për faktin, që nuk do të njihja plotësisht faktin, do të më neveritej, të shije që qeveria ime apo kryeministri im po shesin një ishull, pa më treguar as fare pse dhe çfarë do të ndodhë. Po sigurisht që do të ndihesha i neveritur, por a është e vërtet? Kjo është e para. E dyta, Zvërneci dhe Ishulli janë dy projekte të ndryshme, nuk është i njëjti projekt. Çfarë do me thënë që gjithë kohës publikohet, ripostohet në Twitter apo në rrjetet tjera Ishulli, protestuesit, gardi, kjo, ajo, për të krijuar diçka që është tërësisht e neveritshme. Po ta shohësh nga këndvështrimi i dikujt që jo vetëm është në bulevard, por edhe që është në Austri apo në Amerikë, dhe të projektosh këtë imazh të Shqipërisë, një republikë dreqi bananësh, ku ishujt i shiten oligarkëve, kështu në më kohë, dhe ku vendi shitet sepse ka një kryeministër atje që po ju shërben oligarkëve. Çfarë është kjo? Në qoftë se kjo është e vërtet, është e neveritshme, por a është e vërtet? Kjo është pyetja ime. Ju mendoni se keni sjell fakte këtu që provojnë të kundërtën e asaj që unë po them. Por jo, nuk është kështu. Kompania është e krijuar, shprehja e interesit është e pranishme dhe marrëveshja është private. Është mënyra se si zhvillohet çdo vend demokratik. Unë nuk njoh ndonjë vend në sferën demokratike që mund t'i ndaloj privatët të bëjnë marrëveshje midis tyre. Në qoftë se njihin ndonjë, më thoni. Nuk njoh ndonjë vend ku qeveria apo institucionet janë proaktive dhe shkojnë u thonë privatëve mos guxoni të lidhni marrëveshje. E njihja një vend ku privatët nuk lejoheshin të ishin private, ku të huajt ishin të gjithë armiq, të gjithë ishin ndikimi keq. E njihja, luftova kundër dhe për fal Zotit fituam. Është gardi, e dashur.
Çdo privat në këtë vend ka të drejtën të kërkojë leje për të vendosur një gardh rrethues në pronën e tij. Çdo pronar privat në këtë vend të luftosh kundër gardheve të pronave private, çfarë do të thotë kjo? Dhe kur ka një proces të tillë, kur ka një marrje e dhënie me autoritetet për një projekt, kemi protokolle që vërtetojnë pikërisht të kundërtën. Kemi protokolle që vërtetojnë se